delegohen operacionet me udhëzime dhe me urdhra, operacione që bëhen për njerëz të rrezikshmërisë të lartë. Zotria kishte marrë zvarr me kal një qytetar, një kriminal, një monster. Dhe ju atje çoni forcat shqiponja. Ndërkohë si tha me drejt zoti Këlliçi, tek protestuesit çoni forca speciale, çoni apashe, antitanke, ça nuk çoni. Kurse atje çoni policin, me gjithë quat policin rrugore. Dhe çfarë ndodh? Dhe çfarë ndodh? Humb një jetë. Bëhet një dëshmor tjetër i policisë. Një nga ata familjet e cilëve ju nuk kujdeseni. Një nga ata cilët ju refuzuat të votoni projekt ligjin që sollën parlament që paratë e konfiskuara të shkonin për familjet e dëshmorëve të rënë në detyrën policinë e shtetit. Që ju e bët këtu, këtë sallë. Dhe vini pasaj shisni dëngla. Se keni merakun ju. Për pazaret e fliqura të këtij pushteti me trafikantët e drogës dhe me kriminalët, humbin jetën policët e thjesht sot në për operacione. Dhe kjo është e vërteta, kjo është realiteti. A nuk ishte Suel Qela ai që i mori përpara me makinë policët? Ata i përplaste ai. Kurse ju uleni dreka darga me Suel Qelën. Shqipëria sot, nderuar miq, të nderuar qytetar dhe deputet, po përmendet gjithnjë e më shpesh në raportet ndërkombëtare dhe mediat europiane si një territor tranziti për emigracionin ilegal dhe aktivitetet e rrjeteve kriminale që operojnë në trafikun e qenieve njerëzore. Kjo situatë nuk përbën vetëm një problem të rendit publik, por një çështje të sigurisë kombëtare dhe të marrëdhënieve të Shqipërisë me partnerët tonë europian. Pavarësisht investimeve të deklaruara në teknologji, survejim dhe menaxhim kufitar, mbetet pa përgjigje shumë pyetje mbi efektivitetin real të kontrollit territorial, kapacitetet e policisë kufitare dhe depërtimin e grupeve kriminale në këto aktivitet fitimprurës. Në veçanti kjo situatë lidhet drejt për drejt me detyrimet e Shqipërisë në kuadër të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, sidomos me fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë. Ku patjetër përfshihen kontrolli kufitar, menaxhimi i imigracionit, lufta kundër krimit të organizuar, trafikimi i qenieve njerëzore dhe kontrabandimi të emigrantëve. Në një moment ku procesi i integrimit evropian bazohet mbi kushtëzim të rrept, progres të matshëm dhe zbatim real të reformave, dobësit në kontrollin kufitar dhe të atyre planeve o gurzeza që ky pushtet ka bërë me krimin e organizuar. Në këtë kuadër, nevojitet që Ministri i Punëve të Brendshme të jap shpjegime përpara kuvendit lidhur me numri i rasteve të identifikuara të emigracionit ilegal dhe trafikut qenieve njerëzore gjatë 2 viteve të fundit, masat konkrete të marra për forcimin e kufive toksor dhe detar, bashkëpunimin me agjencitë europiane të sigurisë dhe rezultatet konkrete të këtij bashkëpunimi, numrin e grupeve kriminale të goditura që operojnë në trafikun e emigrantëve, kapacitetet reale të shtetit shqiptar për të përballur flukset migratore dhe rrezikun e kthimit të Shqipërisë në kamp tranziti për emigracionin ilegal. Garantimin që territori shqiptar nuk po përdoret nga organizatat kriminale ndërkombëtare për trafikim njerëzor. Për këtë arsye, ne kërkuam zhvillimin e kësaj interpelance urgjente me Ministrin e Punëve të Brendshme. Mbi këtë situatë alarmante të emigracionit ilegal, trafikut qenieve njerëzore dhe dobësimit të kontrollit kufitar në Republikën e Shqipërisë. Por kur ky shtet, kur kjo qeveri nuk ka as mundësinë dhe as fuqinë që të bëjë dhe të organizojë një operacion për të kapur qoftë edhe një kriminal të vetëm, pa lënë dëshmor efektiv të policisë shtetit, çfarë mund të presësh nga kjo polici dhe nga kjo qeveri për të mbrojtur kufit tanë. Zoti Ministër, keni fjalën, jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për të cilën është kërkuar interpelanca, 20 minuta. Nderuar drejtuese të seancës, dashur qytetar, fakt është bërë traditë tashmë që kërkohen interpelanca urgjente. Sigurisht kam detyrimin kushtetues të vi përpara çdo interpelance që kërkohet, po se ku është urgjenca këtu nuk e kuptoj. U përpoq zotëria të jepte disa argumenta, po që nuk qëndrojnë fare për argumentat dhe faktet që jep
Shqipëria, autoritetet zyrtare, por edhe Komisioni Evropian dhe kryesisht Agjencia Bregdetare ose Roja Kufitare Europiane, Frontex, ku unë do t'i citoj në vijim. Tani, me gjithë patjetër në respekt të deputetëve, detyrimit tim kushtetues dhe ligjor, thash, kam ardhur që mëngjes për t'ju përgjigjur kësaj interpellance, edhe pse dita është e tillë ku do doja shumë të isha pranë familjarëve dhe punonësit të policisë të plagosur. Thash edhe më herët në përgjigje të ndërhyjes së zotit Këlliçi që komunikimi me drejtorin e përgjithshëm më garantoi dhe më qetësoi për faktin që është jashtë rrezikut për jetën dhe ky është një lajm i mirë, pavarësisht se autoritetet mjekësorë po bëjnë kanë vëmendje maksimale dhe po bëjnë pamundurën patjetër të risjellin sa më parë pranë familjes Edisonin dhe nga ana tjetër sigurisht ngushëllimet më të ndjera për familjen Mekolli, për punonësin e vrarë të policisë shtetit. Dhe kjo ishte arsyeja sepse unë thash, ndoshta edhe me tone emocionale, sigurisht më së të mirëkuptueshme, më së njerëzore, që pasi ngrihesh një minutë heshtje në respekt të punonësit policisë vrarë, ajo çfarë duhet pasojë duhet jetë respekti dhe jo teatri. Përfolet, pyetet, gjas me pyetet ministri i Brendshëm, ama vetëm fjala nuk i jepet. Dhe kjo shndrohet një teatr ku fjala kalon nga dora në dorë, nga goja në gojë, duke bërë të njëjtin mëkat, duke anatamuar policinë e shtetit, duke përdorur sulm verbale dhe intimiduese ndaj policisë shtetit. Policia është e shtetit. Dhe nëse ju e intimidoni atë, sigurisht nuk i shërben askujt, as sigurisë së qytetarëve dhe as punonësve të policisë, të cilët përballen për fatkeq në situata të tilla. Kështu që ju lutem shumë, kërkoj me kuptimin tuaj që të paktën kur flitet për situata të tilla dhe në respekt të gjestit që ju bët, të qëndroni në heshtje dhe mos mundoni të kapitalizoni, lëreni këtë atyre dy deputetëve që dalin nga protesta në protestë me qëllimin e vetëm të kapin në rrjedhës atje, sepse askush nuk i beson, përkundër janë thjesht sa njerëz pa skrupuj që dalin me qëllimin e vetëm populist dhe as protestuesit atje nuk i besojnë. Dhe në ëndrat e tyre më të bukura do të ndronin të ishin në organizim, por shanset i kanë vetëm vetë dytët dalin atje dhe vinë këtu, bëjnë zhurmë me zërin qerrës që kanë ndaj punonësve të policisë, ndaj organizatës më të madhe të shtetit shqiptar dhe ngjashme duke kërkuar interpelanca ndaj ministrit Brendshëm, pasohen në korin tuaj me zhurmën që e keni çdo ditë në çdo seancë dhe unë realisht kërkova këtu respektin dhe mirëkuptimin tuaj për të më lejuar të përgjigjem pikërisht kërkesës tuaj dhe vjuat me teatrin e shëmtuar. Tani, për sa i përket interpelancës, a mund të qëndrosh në heshtje një minutë të lutem? Dakor, okay. Atëherë, në vitin 2024 janë evidentuar 1540 migrantë pa rregull, ndërsa në vitin 2025 janë evidentuar 1926. Po, kemi një rritje me rreth 25%, po kjo duhet parë në perspektivë. Në vitin 2022 u evidentuar mbi 8000 migrantë pa rregull, në vitin 2023 mbi 6000. Pra, niveli aktual krahasuar me atë të 2022-2023 në fakt nuk ka krahasim fare. Që do të thotë nuk ka asnjë sens urgjence që justifikon një interpelancë urgjente. Rritja e evidentuar gjatë vitit 2025 nuk duhet lexuar jashtë kontekstit të zhvillimeve rajonale dhe të dhënave afatgjata që unë edhe citova. Në fakt, Shqipëria sot përballet me nivele dukshëm më të ulta të migracionit të parregullt krahasuar me vitet e flukseve intensive. Një fenomen i ri i konstatuar nga fundi i vitit 2025 ka qenë hyrja e palishme e shtetasve nga Bangladeshi, Nepali dhe Sri Lanka, përmes kufirit me Malinezi, pasi më herët ishin pajisur me viza ose leje qëndrimi në Serbi. Autoritetet shqiptare kanë vepruar menjëherë për identifikimin dhe verifikimin e këtyre shtetasve, duke zbatuar procedurat e ripranimit dhe rikthimit vullnetar në vendet e tyre të origjinës. Po ashtu, të dhënat zyrtare tregojnë se numri azil kërkuesve në Shqipëri ka rënë nga 261 në vitin 2023 në vetëm 104 gjatë
vitit 2024, ndërsa shumica e tyre vjojnë të vinë nga Afganistani, Siria dhe Pakistani. Këto tregues, së bashku me intervistat e zhvilluara me migrantët e ndaluar, konfirmojnë se Shqipëria nuk perceptohet si destinacion përfundimtar, por kryesisht si një vend tranziti drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kryesisht Gjermani, Austri, Suedi dhe Holland. Kjo është arsyeja pse sfida jonë kryesore mbetet menaxhimi efektiv i flukseve dhe goditja e rrjeteve kriminale të kontrabandimit të migrantëve. Një nga pyetjet e ngritura përmes kësaj interpelance lidhet me trafikimin e qenieve njerëzore dhe rrjetet kriminale që operojnë në këtë fushë. Përgjigjja jonë është e qartë. Këto rrjete ekzistojnë, por ato goditen me një intensitet në rritje dhe kjo dëshmohet nga shifrat që ne kemi ndarë dhe me Komisionin Evropian, janë edhe pjesë e raporteve vit pas vitit të Komisionit. Gjatë vitit 2025 janë finalizuar 14 operacione policore kombëtare kundër trafikimit të personave, si dhe një operacion i përbashkët ndërkombëtar në kuadër të Europol, Policisë Evropiane, me pjesëmarrjen dhe koordinimin sigurisht të bashkëpunimin e policisë shqiptare, policisë kolumbiane dhe policisë kroate dhe sigurisht në koordinimin e Eurojust. Janë ndjekur me metoda speciale hetimi 26 raste të trafikimit personave dhe janë proceduara 10 të tjerë autorë të përfshirë në këto veprimtari kriminale. Këto nuk janë thjesht statistika, janë tregues të kapacitete në rritje të policisë së shtetit për të identifikuar, hetuar dhe çmontuar rrjete kriminale që operojnë përtej kufive të një vendi. Po ashtu, gjatë vitit 2025 janë evidentuar 44 raste të ndihmës për kalim të palishëm të kufirit, ku është tentuar kontrabandimi i plot 121 personave. Kjo tregon se strukturat tona janë jo vetëm në monitorim të fenomenit, por po i godasin atë në kohë reale. Për shqetësimin tuaj që lidhet me forcimin e kufive tokësor dhe detar, dua të them se Shqipëria ka bërë investimin më të madh në histori për policinë kufitare. Që nga viti 2019, numri efektive të policisë kufitare është rritur me plot mbi 31%, duke arritur në afro 2300 punonjës. Janë shtuar automjetet e patrullimit, sistemet e vërtimit, kamerat inteligjente, radarët detar, dron me kapacitete termike dhe mjete lundruese për kontrollin e kufirit blu. Vetëm përmes programeve të financuar nga Bashkimi Evropian, janë investuar miliona euro në teknologji, mjete lundruese, radar dhe sisteme moderne monitorimi. Në janar të këtij viti është miratuar dhe plani kombëtar i veprimit për Schengenin, ndërsa ligji i ri për kontrollin e kufirit shtetor ka parafruar më tej Shqipërinë me standardet evropiane. Por ndoshta dëshmia më e fortë e besimit evropian ndaj institucioneve shqiptare është bashkëpunimi me Frontex. Shqipëria është vendi i parë në rajon ku do të thoja në fakti që një moment historik pasi për herë të parë në historinë e Bashkimit Evropian, rojet kufitare të vendeve anëtare dilnin jashtë kufive të Bashkimit Evropian si pasojë e vullnetit të politik të qeverisë shqiptare për të realizuar marrëveshjen e parë me Frontexin, marrëveshje e cila u mori si model dhe u replikua dhe nga vendet e tjera të rajonit dhe më gjerë. Rezultatet janë konkrete. Rreth 90% e migrantëve të parregullt identifikohen sot në zonat operative të mbuluara nga Frontex dhe Policia e Shtetit, ndërkohë që para fillimit të këtyre operacioneve identifikoheshin më pak se gjysma e tyre. Bashkëpunimi me Frontex, Europol, Eurojust, autoritetet britanike, gjermane dhe partnerët tjerë europian ka mundësuar jo vetëm kontroll më të fortë kufitar, por edhe goditjen e rrjeteve kriminale që veprojnë kontrabandimin e migrantëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Përgjigja për pyetjen lidhur nëse Shqipëria është shndruar në kamp tranziti për emigracionin ilegal është e qartë dhe e prerë. Jo. Shqipëria ka një plan kombëtar kontingjence të hartuar sipas metodologjisë së Bashkimit Evropian në bashkëpunim të ngushtë me Frontex dhe Agjencinë Europiane për Azil, duke synuar rritjen e kapaciteteve pritëse të planifikuara, mekanizma identifikimi biometrik, procedura azili dhe struktura operacionale të gatshme për përballimin e flukseve migratore kudo që ato mund ndodhin. Vetë Bashkimi Evropian ka vlerësuar pozitivisht strategjinë kombëtare për migracionin 2024-2030, planin e kontingjencës dhe bashkëpunimin e Shqipërisë në fushën e kthimit dhe ripranimit. Prandaj, alarmet për humbje kontrolli apo për kthimin e Shqipërisë në një hapësirë të pakontrolluar migratore
nuk mbështeten në fakte. Ata që përpiqen të ndërtojnë narrativa frike apo të paraqesin vendin tonë si një hallk të dobët sigurisë europiane, injorojnë faktet me dashje dhe rezultatet konkrete të institucioneve shqiptare. Sot kufit e Shqipërisë monitorohen dhe mbrohen sipas standardeve më të avancuara europiane në bashkëpunim të përditshëm dhe krah për krah me kolegët europian të kufirit, pra me rojën kufitare Frontex, si dhe në koordinim me operacionet e organizuara nga Europol. Migrantët e parregullt që evidentohen në territorin shqiptar identifikohen, regjistrohen, verifikohen dhe trajtohen sipas ligjit dhe standardeve ndërkombëtare. Shqipëria nuk është një hapësirë ku krimi organizuar krijon korridore të lira kalimi. Përkundrazi, është një shtet që po i mbyll gjithmonë më shumë këto korridore, dita ditës, dhe po dëshmon se është një partner i besueshëm dhe serioz krahashi vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Partnerët tanë evropian e konsiderojnë Shqipërinë si një vend që po ecën me vendosmëri drejt Bashkimit Evropian. Këtë e dëshmoi më së fundmi dhe konferenca ndërqeveritare që u mbajt, e cila njohur progresin e Shqipërisë përmes miratimit të raportit vlerësues, pra IBAR, dhe sigurisht vijojë më tej edhe me mbylljen e kapitujve të parë negociues. Është një punë intensive që bëhet dita ditës, ku edhe Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme në kuadër të kapitullit 24 po udhëheq për të bërë të mundur sa më parë realizimin e objektivit të qeverisë shqiptare për përmbylljen e procesit të negociatave teknike me Komisionin Evropian brenda vitit 2027. Ne do të vazhdojmë gjithashtu njëkohësisht të investojmë në sigurinë kufitare, të forcojmë bashkëpunimin me partnerët tanë evropian dhe të godasim pa kompromis çdo rrjet kriminal që cënon sigurinë e qytetarëve dhe reputacionin e vendit, të cilin për fat keq ju e përdorni si tabel qitje për qëllimet tuaja meskine. Shqipëria sot është më e përgatitur, më e pajisur dhe më e koordinuar se kur më parë për të përballuar